Greqi. Ndjeki me njëherë konferencë për shtyp. Perëndimor, Greqia me agjentën e Selanikut ka qenë në pararoj të idesë, promovimit të idesë Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian. 22 vite më vonë ne mbetemi forcë nxitëse në këtë drejtim, pra jemi të gatshëm që në kuadrin e presidencës së Këshillit të Evropës në 6 mujorin e dytë 27 të ndihmojmë të ndërmarrim nisma, duke qenë të bindur se përshpejtimi i perspektivës evropiane ndihmon dhe në një ambient që do të ndihmoj gjithashtu në kapërcimin e rreziqeve dhe që ndihmojnë në kapërcimin e rreziqeve që krijohen nga ato ndërhyrjet e padrejta, nga ringjallja e stereotipeve të vjetëruara të nacionalizmit, të retorikës së rishikimit, që nuk ndihmojnë në forcimin e besimit. Greqia qëndron konsekuente në pozicionimin e saj drejt konvergimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, në bazën e performancave dhe të reformave të kryera. Ne e përshëndesim në këtë kuadër progresin e Shqipërisë, e cila ka çuar si vjet në hapjen e kapitujve të negociues të anëtarësimit, gjë që Greqia ka mbajtur, për cilat Greqia ka mbajtur një qëndrim shumë konstruktiv. Në këtë kuadër, ne japi rëndësisë veçantë përmbushjes së të gjitha detyrimeve, kryesisht në ato kapituj themeltar, progresi të cilëve përcakton atë ritmin e negociatave. Pra, si gjithashtu vlerësojmë kujdesin e veçantë për respektimin e plotë të drejtave të minoritetit grek, që përbën përparësinë kryesore për ne, gjithashtu e dashur ministre, në takimin e sotëm në Ramdakur që ekzistojnë shanse të veçanta për zgjerimin e sasior dhe cilësor të bashkëpunimit tonë shumë planësh, veçanërisht në fushën e tregtisë të ndërlidhjes, të investimeve, të bashkëpunimit, të energjisë, të turizmit, të arsimit dhe të kulturës. Gjithashtu çështja e të gjithave çështjeve që prekupojnë botën e sotme me sfida të veçanta në fusha të tjera, të ndryshimit të klimës, ka përdzejnë ato caqet nacionaliste që kërkojnë caqet nacionaliste dhe duhet të kemi veprimtarit të përbashkëta në nivel rajonal dhe me gjërë. E dashur zonja ministre, Sardhje në Athin ju uroj suksese në detyrat tuaja të reja dhe në bashkëpunimin për interes të dy popujve tanë. Mirë, përshëndetje të gjithëve, Jasas, i dashur Jorgo, jam vërtet e lumtur të jem sot në Athin në vizitën time të parë zyrtare si ministre për Europën dhe punët e jashtme të Republikës Shqipërisë. Dua që në krye të herës të falenderoj shumë kolegun tim Gerapetridis, dashur Jorgo, por dhe presidentin Tasulas për atmosferën miqësore të kësaj vizite të parë në Athin, ku ndjeva shumë e mikpritur, po dua të falenderoj posaçërisht kolegun tim edhe për sensin e nevojës e të përgjegjësisë për thellimin e marrëdhënieve strategjike mes Shqipërisë dhe Greqisë që karakterizoi bashkëbisedimin tonë. Nuk do ta përkufizoja dot më mirë vizitën time këtu sesa me fjalët e shkrimtarit ton të madh Ismail Kadare, si vizitë tek një fshinj i formuar nga ndjesia e bukurisë, filozofia, miti dhe ideja e demokracisë, një trashëgimi që na lidh dhe na frymëzon reciprokisht.
Popujt tanë që bashkëjetojnë ndër shekuj në këto troje kanë formuar lidhje të fuqishme njerëzore. Me të drejtë, Yorgos Seferis, nobelisti dhe ish diplomati grek i akredituar në Korç, ka shkruar se kujtesa është shtëpia më e ngrohtë që kemi. Edhe sot që flasim, marrëdhënia jonë e ngritur mbi lidhje historikisht të thella, njerëzisht të pandashme dhe gjeografikisht të patundshme, zhvillohet mbi ura vlerash e interesash të përbashkëta, ku minoriteti grek dhe bashkomasit tanë që jetojnë e punojnë në Greqi, shumë syresh me shtetësi të përbashkët, janë urat më të fuqishme të kësaj fshинësie. Bashkëpunimi dypalësh midis dy vendeve tona amike mbështetet sot edhe në dy shtylla të fuqishme, e sotmja e përbashkët në Aleancën e Atlantikut Veriut dhe nesërmja e përbashkët në Bashkimin Evropian. Për të gjithë gjerësinë e thellësinë e vet, qeveria e Edi Ramës e ka konsideruar dhe përcaktuar si strategjik partneritetin mes dy vendeve tona, qysh në programin e parë të qeverisë e në vijim. Objektivi ynë kombëtar dhe shoqëror, kushtetues dhe shpirtëror, pjesë e identitetit ton kombëtar, integrimi evropian, nënkupton mbylljen e grup kapitujve të negociatave deri në vitin 2027, një sfidë e madhe, por e realizueshme dhe dakordsuar, mirënjohje për mbështetjen e vazhdueshme dhe vendimtare të Greqisë në këtë proces, mbështetje që ka qenë dhe do të mbetet shumë e rëndësishme për ne. Me presidentin dhe ministrin, mikun tim, mora rikonfirmimin për vazhdimsinë e kësaj mbështetje, siç u tha dhe këtu, deri në përfundimin e bisedimeve teknike të antarësimit të Shqipërisë, që përkon edhe me presidencën e ardhshme të Greqisë në Bashkimin Evropian në gjysmën e dytë të vitit 2027. Ndaj ndërkohë, ne duam të thellojmë dialogun, bashkëpunimin dhe shkëmbimin e ekspertizës teknike në përgatitje për një presidencë sa më produktive në raport me rajonin ton, ku Greqia në krye të BE-s do të jetë, si të thuash, the adult in the room për Ballkanin Perëndimor. Ne presim që Greqia ta përdorë peshën e saj politike për të avancuar idenë e një hapësire të përbashkët evropiane, ku rajoni të trajtohet si një tërësi strategjike në respekt edhe të meritave të gjithë secilit vend. Greqia si fuqi rajonale ekonomike mbetet një partner shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Treguesit e tregtisë dhe investimeve vendosin Greqisë në krye të listës së partnerëve tanë kryesor, por ne jemi më të gatshëm për këtë bashkëpunim dhe për ta çuar në një nivel tjetër. Shqipëria është vendi ideal për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme greke, por edhe të mëdha, ndaj një klim miqësore, mikpritse, lehtësuese, me burime njerëzore që mirëkuptohen në gjuhë, në kulturë, në traditë, ne duhet kemi ambicien e përbashkët që te kalojmë rregullisht vitin më të mirë të investimeve në vendin tonë, edhe në importet, edhe në eksportet e përbashkëta. Kemi potencial të madh ende të pashfrytzuar për zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik dhe tregtar në të gjitha fushat. Edhe sot në takimin me përfaqësues të nesër, në takimin me përfaqësues biznesit grek, do të bëj thirrje si nga kjo foltore për rritjen e investimeve direkte në Shqipëri, si dhe për të thelluar dhe diversifikuar bashkëpunimin ekonomik. Edhe nga takimet e sotme, më përforcohet bindja se ky potencial miqësie krijon momentin e duhur për të trajtuar të gjitha çështjet e ashtu quajtura të mbetura, si dhe ato aktuale, në mënyrë që të hapim sa më shpejt një kapitull të ri, duke parë përfundimisht të shkuarën tonë me syt e së ardhmes së përbashkët. Në këtë drejtim, ne duhet të nxitim komunikimin me shoqërive tona, mjediseve akademike, grupeve të interesit, organizatave profesionale, njerëzve, studentëve edhe shkëmbimeve njerëzore që qëndrojnë në themel të marrëdhënies tonë. Duke qenë partner në NATO, të lidhur nga një traktat miqësie dhe me perspektivë përbashkët europiane, Shqipëria mbështet përfundimin sa më parë të çdo lloji reference ligjore atavike nga lufta e dytë botërore me pasoja në marrëdhëniet aktuale, e cila nuk pasqyron realitetin e marrëdhënieve tona si aleat dhe si miq, dhe dua ta falenderoj
posaçërisht ministrin Gerapetritis për leadershipin e tij dhe për vizionin që ka për të krijuar një marrëdhënie me syt nga e ardhmja dhe duke i lënë pas narrativat e së shkuarës. Ky hap do të forconte më tej bashkëpunimin dhe vizionin ton të përbashkët europian, aspektet historike, ligjore dhe pronësore të qytetarëve dhe subjekteve shqiptare në Greqi u trajtuan hapur në kuadër të dialogut konstruktiv dhe bashkëpunimit dypalësh. Palët theksuan rëndësinë e një qasje graduale dhe realiste në përputhje me kuadrin ligjor përkatës e me frymën europiane, me qëllim forcimin e besimit reciprok dhe zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve. Shqipëria mbetet po ashtu e përkushtuar për zgjidhjen e çështjeve të lidhura me kufirin, përfshirë dhe delimitimin e hapësirave detare në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe parimet e marrëdhënieve të fshirësisë së mirë, ku palët janë plotësisht të hapura për dialog konstruktiv. Ne do të vijojmë të udhëhiqemi nga vlerat thelbësore të Bashkimit Evropian, nga respekti për normat e të drejtës ndërkombëtare, për zgjidhjet paqësore të mosmarrëveshjeve dhe promovimin e stabilitetit në rajon. Ne do ta çmonim shumë vazhdimin e negociatave teknike për marrëveshjen bilaterale për mbrojtjen sociale. Kjo marrëveshje përbën një hap të rëndësishëm përpara në mbrojtjen e të drejtave të sigurimeve shoqërore dhe në garantimin e trajtimit të barabartë për punëtorët dhe personat e vetpunësuar, si për shqiptarët në Greqi apo qytetarët grek që punojnë në Shqipëri. Një shembull pozitiv dhe inkurajues është përvoja e suksesshme me firmosjen e marrëveshjeve të ngjashme me shumë vende partnere të Bashkimit Evropian, përfshirë Italinë në vitin 2024 apo dhe vende të tjera. Vlerësova dhe falenderova kolegun Gerapetritis, mikun tim, për gatishmërinë e palës greke për të mbështetur edhe lehtësuar hapjen e klasave të mësimit plotësues të gjuhës shqipe dhe kulturës shqipe, ashtu si edhe Shqipëria merr angazhim për të njëjtën gjë, duke qenë se kultura dhe gjuha greke në Shqipëri janë posaçërisht të vlerësuara dhe sigurisht ky lloj reciprociteti vetëm garanton bashkëpunim më të mirë mes vendeve tona. Integrimi sa më i plotë i shqiptarëve në jetën shoqërore dhe ekonomike të Greqisë, ata janë qytetar besnik dhe kontribues të këtij vendi. Greqinë e kanë atë dhe të dytë dhe ky integrim do ndihmojë edhe nga përshpejtimi apo standardizimi i procedurave burokratike për pajisjet me kartat e lejes së qëndrimit për aplikuesit shqiptar sipas modelit evropian. Po ashtu diskutuam edhe për të drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, duke riafirmuar angazhimin e qeverisë shqiptare për zbatimin e plot të ligjit për pakicat kombëtare. Miratimi i të gjitha akteve në ligjore plot 12 përfshirë 3 të fundit të aprovuar në dhjetor 2024 i hapin rrugën zbatimit të tij të plot. Për ne minoriteti grek në Shqipëri ka qenë gjithmonë një minoritet besnik, luajal dhe një urë bashkëpunimi me vendin ton mi Greqinë, ashtu si dhe komuniteti shqiptar këtu ka lëshuar rrënjë të thella që shkojnë për një bashkëpunim më të plot dhe më të thellë mes dy vendeve tona. Po ashtu informova kolegun tim se qeveria e Shqipërisë ka ndërmarrë një reformë të plot të pronësisë që synon rikthimin e lishmërisë në çështjen shumë komplekse të drejtave të pronës në Shqipëri për shtetasit pa dallim etnie, edhe pjesëtarët e minoritetit grek sigurisht në Shqipëri me një vëmendje të veçantë. Ne çmojmë pozitivisht këmbguljen e kryeministrit Mitsotakis dhe të qeverisë së tij për respektimin e drejtave të minoritetit, sepse është një vëmendje dhe një shtys që na mban të angazhuar deri në detaje, ashtu si kundër bashkëpunimin ton duam ta shtrim deri në detaje me interes zhvillimor të përbashkët, si për shembull bashkëpunimin mes dy agjencive tona kadastrale për digitalizimin, për inteligjencën artificiale në trajtimin e titujve të pronësisë, një territor ku Greqia ka bërë progres mbreslënës. Ne vlerësojmë rolin konstruktiv dhe të balancuar të Greqisë në rajon, veçanërisht mbështetjen e saj të vazhdueshme për stabilitetin rajonal, integrimin evropian dhe dialogun rajonal.
Vlerësojmë qasjen konstruktive të Greqisë ndaj Kosovës, e cila avancon bashkëpunimin dypalësh pavarësisht mungesës së njohjes formale. Ne besojmë se ky model angazhimi mund të zgjerohet më tej, duke reflektuar rolin e rëndësishëm të Greqisë në stabilitetin, zhvillimin ekonomik dhe perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor, ku ka popullsi shqiptare pro-europiane, Shqipëria është vendi më pro BE në rajon, por edhe në Europë. Ndoshta 93% e shqiptarëve mbështesin integrimin europian dhe kjo qasje duhet inkurajuar edhe për aktorë të tjerë rajonal. Vlerësuam po ashtu rolin dhe kontributin e Greqisë si anëtare jo e përhershme e Këshillit të Sigurimit në OKB për periudhën 2025-2027, si dhe vlerësuam partneritetin ton në NATO, ku ndajmë qëndrimet e ngjashme për zhvillime të rëndësishme ndërkombëtare dhe për situatën gjeopolitike që në vitet e fundit nuk ka qenë e lehtë. Duke ju falenderuar edhe një herë për mikpritjen, i dashur Jorgo, le të punojmë që ta kthejmë edhe më shumë marrëdhënien shqiptaro-greke në një bosh strategjik që fuqizon jo vetëm vendet tona, por dhe gjithë rajonin ton, e bashkë me të gjithë Europën juglindore dhe pellgun e Mesdheut. Me sytë e ardhme. Faleminderit. Και τη λεκάνη της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you so much.